Jemi me legjendën, me Gazin, atë që ju më çoni herë pas herë më çon foto njerëz, kudo ku del ti, del para kamerave, kudo ku ka aktivitete, protesta, gjëra ndryshme, ti je njeriu më shumë bullor që jep kontributin tënd të vyer nga koha jote. Po do ta blej pisku, no, edhe pak, no, 1 milion, 2 milion euro, të them ja ku ke. Po jo më të marr vet në dorë. Do ta marr vet në dorë, vetëm me tregu nga ato histori. Po Gazo ti ishe dje prezant që ka bërë shumë bujë, dje përplasja e deputetëve të opozitës, ka mund Noka, El Paloka, Balliu, me gazetarë. Ti ishe aty, na thyp pak atë se çka ka ndodhur. Se kemi dëgjuar dy palët, po s'kemi dëgjuar dëshmitarë që realisht që janë të paanshëm, as me gazetarët, as me politikanët. Është vërtet aty ngjarje. Na e shpjegoj pak si ka qenë situata. Po siç e dini më 11 maj ishin zgjedhjet legislative. Po pas për ngjarjen e djeshme. Po prit më vlla se të dalë dhe aty të dalë. Dhe tani, si që dini, me 1 muaj vazhdoj fushata elektorale dhe të liçeni artificial ishte i gocë që bëte, mos më ndërprej, pastaj do hinte me një. Edhe aty ai bënte fushat, domethënë 16-17 bënte fushat për nënën e saj, domethënë, se ishte të listat e hapura. Edhe i thash unë do të bëj, i thash që të fiton mamaja jote, i thash zgjedhje tjetë deputete. Edhe mirë vazhduam, domethënë, sikur i kishim fletët e votimit, edhe i thash unë sa të ka ngel, kishte 200-300 copë. I thash duhen më shumë, i thash që t'i shpërndaj dhe unë. Edhe shkuam te rruga Kosovare, është një kull aty, thash i kam të shtëpia aty. Edhe u futëm domethënë mos deri këtu liga se kuptojnë rob vet. U futëm te garazhi se kishte një Benz Z nga ata 2024 domethënë. Po, edhe tha mori një kuti që kishte 5000 domethënë me ato. Edhe thash kem ngjitemi sipër, tha pim diçka. Pim diçka edhe u futëm në shtëpi. Si ka mundësi që këto që kandidojnë për deputet janë ata që kanë më shumë lekë valla. Benz 2024 në ajo do të bëhet vet deputete. Një pllak nga ata tashensor qipat. Qipat po. Me detaje çdo gjë. Edhe futëm se ishte sipër domethënë, kat sipër domethënë, atje edhe i kishte komplet e kishte bërë si loft. E kishte bërë domethënë apartament në hapur domethënë penthouse. Edhe aty në ashensor i bëra një puthje në buzë, edhe pastaj unë gjitëm sipër. Unë gjitëm sipër aty ishte vetëm kjo. Edhe pastaj bëm dashuri me të, po. Tani na thyp pak për përplasjen midis pavarëse ngelen 5000 copë të votimit domethënë, se ai ishte objektivi. Pastaj ishte ndeshja Dinamo Egnatia, që ishte te Erlbenja. Edhe i thashun aty. Kush është Egnatia? Egnatia Rogozhinës. domethënë. Po më ishte me Vllazninë valla. Me Vllazninë, ai ishte domethënë. Jo Dinamo. Po përcaktohet domethënë. Ishte te Erlbenja. Se u smor vesh nga voleybolli po. Edhe i thash atij të ARB Security. I thash jam gazetar, i thash. Po, i thash jam gazetar dhe do të bëj disa plane. Po, në fakt je gazetar, je analist. I thash do të bëj disa plane, i thash për ndeshjen. Po, për rrjetet online. Po. U step pak, thash do të jap një tha nuk ta lejohet, është fusha borë, tha nuk ka fillu. Edhe më tha mirë, tha, pranej. Shkova aty ku jenë ato pikat e shitjeve të biletave. Po. Edhe i thash çfarë vendesh thash ka ngel pa shit. Po. Edhe ma tregoi komplet planin aty. Po. Unë shikova se ku janë ul domethënë tifozët domethënë. Vendosi gjithë broshurë atë. Nuk e vazhdoj më sipër. Nuk e vazhdoj. Ti e kuptoj, atë kush ta kupton. Tani do kalosh pak ke përplasja midis gazetarëve dhe deputetëve të Partisë Demokratike të Berishës. Po, siç e dini dje në orën 17 ishte protestat e zogu i parku. Unë isha prezant aty. Po, gjithë mediat kanë transmetuar. Disa foto më kanë ardhur që thonë Gazi atje. Është vërtet domethënë. Çfarë po gazetari jot atje? Siç e dini, unë jam aktivist i flakt i PD-s domethënë dhe po kishin fituar zgjedhjet e 11 majit, do ishte ministri i brendshëm ti. Po ti do të kisha lënë pa një vend përshtatshëm. Nuk do. Zëvendës kryeminist, për shembull, ti do të shkote shumë mirë se kryeministi ti e di që është gjithmonë në aktivitete. Po, jo më do të rrim me popullin e burr. Po, për atë pikërisht zëvendës kryeminist. Edhe tani ishte zoti Noka që ishte në konferencë shtypi me të, po ishte
Berin Këlliqi me Edi Palokën, dhe me thonë, aty me gazetarë që po flisnin, dhe aty dhe me thonë ai Euronewsit e provoketi me një pyetje, dhe me thonë që... Më falë, qëndrojmë ke kjo se u përdor shumë si term provokim. Çfarë keqe ka provokim? Po tani... Ka ndonjë gjë të keqe provokim? Po tani ai kërket, dhe me thonë që Berisha të jep dorëheqje. Po. Pse mos ta japi dorëheqjen? Ti nuk je dakord që Berisha të japë dorëheqjen? Po më vëlla, tani Berisha po të kishte fitu... Pyetja nuk ka asnjëherë gabim. Po, është e vërtetë. Përgjigjja do të thonë duhet t'i adaptohet pyetjes, do të thonë. Po, edhe tani aty filloi do të thonë konfrontimi verbal. Do të thonë se diçka e tillë ishte premature, do të thonë latinisht, do të thonë para kohe që t'i jepet asaj pasi siç e tha dhe Ali Ahmeti, ai kandidati i PD-s për deputet, do të thonë që në emisionin pasësuar të Elena Meqës, që shtëpia, do të thonë, pastrohet nga sipër poshtë dhe jo nga poshtë sipër. Do të thonë, po edhe kjo ka qenë doktorin e lani çikshu apo si po si veças, do të thonë që të jepte mendimin e tij paraprak, po siç e dini kryetari Berisha mbyllë. Ishte në Bruksel dhe aty pati disa takime. Po përballë drejt. Pati disa takime zyrtare ku së shpejti pritet ku së shpejti pritet një strategji e re, do të thonë për përmbysjen e qeverisë Rama. Do përmbyset qeveria. Po mi ku ti jep drejt që ta përmbledhin të sherrin midis tyre deputetëve të opozitës dhe gazetarëve, si e shet. Edhe Rama e ka bërë Rama. Me Majko, do të thonë që e shtyra atë gazetarën shtatzën, do të thonë te parlamenti. Gjëra të tilla, do të thonë ne me gazetarët jemi familiarizuar. Unë për shembull Jo, pa dashje, ato ju kthyen gjithë, ju kundërvun gjithë mediave, se kishin vetëm i gazetarë. Së xhem, nesër pajtohemi, do të thonë, po shkaktar pak është dhe shtypi, do të thonë, për humbjen e PD-s, pasi ti e din që kanë bërë një fushatë media anti-opozit. Dhe kjo, do të thonë, ka dëmtuar shumë, do të thonë, që nga kompleksi partizani. Tani bëj një thirrje të dy palëve për të qetësuar gjakrat për të mirën e vendit, kombit, për të ardhmen e Shqipërisë dhe shqiptarëve. Është e vërtetë, domethënë që të ndiqni si ti mund të jesh ai që mund të jesh ai ndërmjetësi që ti pajtosh palën. Është vërtetë tani që unë jam si ke miq këtë dy anë. Unë kam lindur në shtator dhe jam peshorja, domethënë në horoskope dhe shpresoj që të dyja palët të gjejnë gjuhën e përbashkët që në të ardhmen këta incidentet mos përsëriten më. Dhe t'i jepet fund, me thonë, pyetjeve provokuese apo përgjigjeve jo të duara nga të dyja palët, me thonë, po siç e dini edhe kryeministri Rama pati një do takojmë pastaj që të bëjmë një prezantim të gjithë këtij muzeut kaq bukur që ka bërë Rama vetëm për këtë një përplasje të vogël me të gazetarin e Syrit Ambroza Meta dhe kështu që legjende do shihna pastaj që të bëjmë atë ekspozitën se jo po mpret. Ti po jo vetëm këtë. Ti po bën reportazh, po nuk të bëri përshtypje që kryeministri që i thoni ju. Jo, Jo. Okej, iga.